Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin ton Rrëfi me Jete për të komentuar edhe njëherë rastin që në fakt një javë më parë nga emisioni Pa Gjurmë me gazetaren e nderuar Odeta Dume na shokoi të gjithëve. Një telefonat që mbërriti në këtë televizion dha shpresë, dha lot gëzimi dhe një pikë që ne të gjithë shpresuam që Odeta në bashkëpunim me televizionin Report TV dhe në krah me nënën e Bleona Matës arritën që të kenë dritën e gjelbërt. Tani të gjitha mediat mund të flasin, mund të komentojnë rreth kësaj ngjarje, por meritat i takojnë vetëm gazetares Odeta Dume, e cila ka kaluar dhe vazhdon të kalon në fakt në përshtuhi të vështira shumë, sepse është një rast që po më trondit dita ditës se si mundet që këto njerëz të cilët e kanë marrë, e kanë dhuruar, e kanë dërguar në një familje që në fakt dyshoheshte që është familja e cila u përmend sonte në emision, të mos të flasin dhe të mos të tregojnë të vërtetën. Unë e di një gjë vetëm dhe këtë mesazh dua ta përçoj tek zonja Bukurie Mata. Unë e di që Zoti nuk ta merr shpirtin nëse nuk i thua të gjitha të vërtetat në këtë univers. Do të thënë nuk mund të shkosh në universin tjetër, po që se nuk e pastron shpirtin tënd me gjërat e pathëna. Dhe në rastin e Bleona Matës, duhet vetëm durim, duhet vetëm shpresë dhe besimin në Zot, se një nënë e cila nuk heqën dorë për të kërkuar të bien, për të gjetur të bien, me patjetër që në këtë ritëm kërkimesh një ditë do ta gjej. Një nga momentet kyçe të emisionit u prezantua fotografia e vajzës së çiftit nga Llakatuni i Vlorës, e cila dyshohej në fakt se mund të ishte Bleona Mataj. Nëna e pa për herë të parë imazhin, por theksoi se tiparet nuk përputheshin plotësisht, edhe pse në fakt në këtë video, me aq sa unë arrita të kuptoj nga fotografia dhe videoja që gazetarja e nderuar Odeta Dume publikoi, vajza në fjalë ishte e shtrirë. Rasti i zhdukjes së voglushes Bleona Mata vijon të mbetet një nga historitë më të rënda dhe më të dhimbshme të Gjermëtani, ndërsa dëshmitë të reja kanë hapur së fundmi krejtësisht një pistë tjetër, kërkimesh. Sipas dëshmive të bëra publike në emisionin Pa Gjurmë pak ditë më parë, do të thënë duke kuptuar që Odeta nuk është se i ka publikuar të gjitha se çfarë është folur me zotrin 80 vjeçar në telefon, vogëlushja dyshohet se është rrëmbyer dhe është mbajtur peng për një periudhë 3 mujore në zonën e Llakatunit, në qytetin e Vlorës. Kjo pistë u forsua edhe më shumë pas deklarimeve dhe materialeve të trajtuara ekskluzivisht në emisionin Pa Gjurmë në televizionin Report TV me gazetaren Odeta Dume. E ftuar në studio, nëna e Bleonës, Bukurie Vejzi, u përball me dëshmi dhe fakte të reja mbi zhdukjen e vajzës së saj. Gjatë rrëfimit ajo deklaroi se familja që është vënë në qendër të dyshimeve ka pasur konflikt të mëparshëm me familjen Mata. Do të thënë, familja që në fakt ka qenë e përndjekur nga policia e qytetit të Vlorës në vitin 2010, është një familje që ka patur probleme me vjerin e zonjës Bukurie, por që sipas deklaratave që gazetarja Odeta Dume ka arritur të sigurojë nga policia, do të thënë deklaron që kjo familje është e pastër dhe nuk ka të bëjë fare me rastin e Bleona Matës, derisa kjo zonja, do të thënë, pretendonte që edhe të merret vajza, të bëhet ADN-ja dhe atëherë të kuptojë që nuk ka të bën fare me Bleonën. Çiftin nga Vlora nuk e njoh, thot zonja Bukurie. Vetëm prindërit e vajzës i kam takuar në Zapot ditën kur u zhduk Bleona. Do të thënë ditën kur është zhdukur Bleona, prindërit e kësaj vajze kanë qenë në fshatin Zapot. Ish vjerim ka patur konflikt me këtë familje dhe në maj të vitit 2010 i ka denoncuar në polici,
Do me thënë, vjeri i zonjës Bukurie, sot më ish vjeri, në vitin 2010 këtë çiftin që gazetarja nderuar Odeta e ka zbuluar, i ka denoncuar në polici. Në një moment kyç të emisionit u prezantua fotografia e vajzës të çiftit nga Llakatuni i Vlorës, e cila dyshohej se mund të ishte Bleona Mataj. Nëna e pa për herë të parë imazhin, por theksoi se tiparet nuk përputheshin plotësisht, ndonse dyshimet e saj vijonin të mbeteshin tek e njëjta familje. Zonja Bukurie hodhi dhe një hipotezë me të drejtë që ajo vajza mund të mos të ishte Bleona, mund të ishte një vajzë tjetër dhe Bleona mund të ishte marrur dhe mund të ishte transportuar në Greqi. Ajo tha, tiparet nuk përputhen, por dyshimet e mia mbeten tek kjo familje. Po ashtu ekskluzivisht, emisioni pa gjurmë solli dëshmitë e gruas dhe të burrit që prej vitesh janë përmendur në këtë pistë hetimi, të cilët folën për herë të parë publikisht për çështjen e Bleona Matës, edhe pse në fakt ishin shumë të tensionuar dhe nuk e kuptoj pse bëhej gjithë ky tension. Odeta du me thotë, për të qenë e sinqert pas atij informacionit, më kanë mbritur shumë telefonata dhe email nga zona e Picarit të Vlorës. Të gjithë flasin për një histori të tillë, për një fëmijë që ka ardhur në atë fshat. Por unë nuk jam askushi të ngrë gishtin ndaj teje, apo të ta akuzoj. Këtë e bën policia, e verifikon policia. Unë nuk akuzoj askënd. E akuzuara thot, fare të më qosh ku të duash, thot. Këto që të them sot, t'i them edhe nesër. Vajza që ka qenë në Picar ka qenë vajza e kunatës, thot. Do me thënë, vajza e cila ka ardhur në Picar të Vlorës është vajza e kunatës. Ajo ishte e martuar në Kosovë dhe më pas iku në Greqi. Ka ikur nga mali si shumë njerëz atëherë dhe nuk mund ta merrte vajzën me vete. Nuk jemi trafikant, thot. Odeta du me i thot, pra për vajzën që qante dhe për të cilën fliste fshati, bëhet fjalë për mbesën e vjerës tënde që ajo e ka mbajtur. Po, thot. Ky fakt bëri që pista e re, sipas së cilës Bleona Mata ishte rëmbyer nga çifti nga Llakatuni i Vlorës, të bjerë krejtësisht poshtë. Megjithatë, nëna e Bleronës kërkoi që hetimet të vijojnë dhe që autoritetet të verifikojnë çdo informacion. Duhet të nxirret fotoja e mbesës dhe policia duhet i marrë në pyetje. Kam ende dyshime, thot, te kjo familje, më ndihmoni të zbuloj të vërtetën për vajzën time, është të shprehur zonja Bukurie Veizi me emocione të forta. Rasti Bleona Matës mbetet akoma një rast i hapur. Unë do të apeloj drejt atyre njerëzve që kanë bërë këtë gjë. Ju lutem, në qoftë se është gjallë Bleona Mata, nëna e ndjen. Një nën nuk mund të ketë instinkt të gabuar. Nëna e dije kur e ka fëmijë gjallë dhe kur e kërkon. Historitë e këtilla na kanë mësuar të kuptojmë që nëna ka instinkt të veçantë. Ju lutem shumë, telefononi, tregoni tek Odeta Dume, tek të gjithë ne gazetarët e tjerë, të çojmë informacione tek Odeta, që të gjithë së bashku të zbulojmë të vërtetën e madhe të Bleona Matës.